Edhe Armend Muja, gjitha ja bënëm edhe atyne, po pse ju jeni zgjedh, populli ja u ka dhonë qato vota, edhe ju me qëto vota, me qëta deputet, pse s'po e kryoni një qeveri, ja u jep ligji. Që po spjegoj edhe një herë. Po e di këta, po thuhet që nuk i kam, po ka prejon për me gjithë. Këta është mënyra që duhet me gjithë bre mënyrën pëse populli ja u ka besu që ato mandate. Për çka? Për me qua apet venin zgjedhje, apet 150 milion ose 70 milion? Ma jo ma qfarë. Qërë është shumë relative kjo çështja e shpenzimeve në zgjedhje. Bisedoni pak ma gjatë, më thonë, so shpenzon shtetin zgjedhje. S'po këti u raportua që për 2 pas zgjedhje kanë qenë 15 milion, tash unë nuk pedia kanë qenë, po jënë milionat kur ma në zgjedhje. Apo t'akordojmë ato. Pa e marë tash është 1 apo 5, po jënë shpenzimet të cilat po e rëndojnë buxhetin e shtetit. Që nuk është aprovuende. Okej, që po të regoj kështu. Nuk ka vota në opozit tash. Nuk ka. As opozita nuk i ka votat me bo qeverin. Për i qka po shrihet, më thonë, ndoshta në qërshuri ka pas, ndoshta, para se më ugut Fatmir Rimaj me lëshu piken, a e dhe më thonë me lëshu piken. Po e ka lëshu? Po, dhe më thonë, për momentin, si pas gjitha gjasave, kërkush nuk ka vota mi bo qeverin. Këto e në situata në cilat gjinen edhe shumë vene tjera me demokraci parlamentare, se populli ka votu qasisuj, që mos me mëri kërkush me bo shumicën. Qa duhet me bo? Duhet me shku në zgjedhje. Jo, ajo po shqit që po shkojmë në zgjedhje, ajo është e pashmangshme. Nëse thuni po kushtojnë zgjedhjet, mas pak ti kushtojnë të na. Demokracia e ka një qmim të vetin, demokraci për lypim, duhet me majtë zgjedhje. Qoftë nevoja 2 herë në vjetë. Mos harroni që Amerikanë mesatar dalin me votu çdo 6 muaj. Se votojnë për president, për gjykatës, për senat, për kongres, për shkolla, për mejers, për kryetar komunave, nëse e pjeston sa herë mrena 12 vjetës e s'mund është ndryshe, se për senatojnë çdo 6 vjet, për kongres çdo 2 vjet, për president çdo 4 vjet, bëne 12 vjet. Këqyre sa herë dalin zgjedhjet, del gati në 6-7 muaj dalin zgjedhjet. Është e vërtit, po na i na veni varfën, edhe neve na doke çdo gjë, se na jetojmë edhe shumë prej ndihmave të aty në Amerikanëve që po është shtet dhe më thonë që s'mund të krahasohemi, është fakti gjallë ashtu. Por edhe një çështje tjetër, kur në nivelin lokal po munden partit me bashkëpunu, për arsye se po thonë na i kemi zgjedh, ju e dini mas mirë se jeni kryetar komune, i keni disa deputet prej partitë ndryshme, jënë të reprezentume në kuvendin komunal, edhe njerëz po thonë nuk po dojna me najt na 4 vite në opozit, po dojnë mu bu pjesë, do më thonë e juja, me siguri edhe ju tash, edhe pse për shumë pak, do më thonë nuk i keni mbri kvotën 50%, mirë po,